Një rast vërtet shqetësues ka ndodhur mëngjesin e kësaj të ëne në Vlorë. Një burr i moshuar sulmohet nga qenë endasak në lungomare. Për gjatë kohës kur ai ecne në Bregdet, disa qenë endasak i vërsulen duke tentuar ta sulmojnë. I moshuari nga ana tjetër tenton të vendbrohet më pas. Në një video e cila ka mbërritur në televizionin 6+ Vlora, tregohet e gjithë skena e kësaj ngjarje. I moshuari ka patur edhe probleme të shëndetit fizik, teksa për të mbrojtur nga qenë, bastonin që mbalte në dorë ka tentuar t'i friksoj për t'i larguar më pas. Disa qytetarë tentojnë madje t'i afrojnë dhe ta qetësojnë të moshuarin, por në panikë e sipër, edhe ata me sa duket nuk munden. Sí se puede ver. Por nuk është i vetmi rast. Në arkun kohor të pak minutave, një tjetër qytetar kalon aty pranë, kësaj radhe mbi trotuar. Trufa me qenë endasak sulmon edhe këtë të fundit, duke tentuar edhe atë ta kafshojë. Me një qese që ka patur në dorë, është munduar që të vendbrohet për t'i larguar, situata sigurisht që ka ngjallur edhe tek ai panik dhe frikë. Ndërkohë, nga një vëzhgim i kryer nga televizioni 6+ Vlora në zonën bregdetare të Lungomares, por edhe rrugë të ndryshme të qytetit të Vlorës, numri i qenëve endasak që enden të lirë është vërtet i konsiderueshëm. Shumë prej tyre edhe janë të pamatrikuluar, ata qëndrojnë shpesh në tufa, duke u kthyer në rrezik për kalimtarët. Të shumt kanë qenë edhe qytetarët, të cilët janë sulmuar prej tyre. Dy rastet e kësaj të ëne të sulmit ndaj qytetarëve nuk janë të vetmet. Qytetarë të ndryshëm paraqiten çdo muaj në spital me plagë të marra prej kafshimeve të qenëve endasak, të sulmuar prej tyre për gjatë periudhës së çiftëzimit apo kur i cënojnë territorin. Këto raste duhet të shërbejnë patjetër si një këmban alarmi për pushtetin lokal, i cili duhet të kontribuojë ndjeshëm në zgjidhjen e këtij problemi të mbartur tashmë ndër vite. Ky nuk është as pak imazhi i Vlorës që duam të gjithë të shikojmë. Duhet investuar në strea për përkujdesin e këtyre kafshëve për të mos lejuar shumimin e tyre dhe shtimin në numër. Masiviteti sjell vetëm më tepër probleme, ndërkohë që dënojmë këtu edhe faktin që shumë prej qytetarëve edhe i godasin këto kafshë duke i kthyer ato më pas në agresive, pasi janë të painformuar edhe mbi mënyrën se si duhet të sillen, ku duhet të mos kalojnë, por gjithashtu edhe si të vendbrohen, ndaj zgjedhin shpeshherë edhe mënyrën e gabuar.